Mësusja mu po multe të dritarja se po më thot po më vjen era. Mësusja asë njerë nuk ma ka prek kokën mu, do më kredve ka shku. Po, a keni arrit ndoshta mi taku familjet që kanë fëmijë të moshës së mitur, po që nuk kanë arritur që t'i çojnë në shkollë, ndoshta edhe shkaku i mungesës së kushteve ekonomike, po ndoshta edhe shkaku i mungesës së interesimit për ta shkolluar fëmijën e tyre. Ka shumë të tillë edhe në komunitetin shqiptar. Veç me po, për shembull, një prej fakteve që shpesh herë mu më bon, sidomos si sociolog, me mendu edhe tuar vetë prej backgroundit etnik si rom, për shembull, jetë gjatësia mesatare e jetesës së pjesëtarëve të komuniteteve ramashkali egjiptian. Në Kosovë është 55. Në mas të përgjithshme është 74-75 varësisht prej gjinisë. Edhe kjo, domethënë ty të shpesh herë të bën me kuptu si një prej fakteve mos po di ma të shfaquna në shoqëni, që me e pan prej kush backgroundi ekonomik po na vin këta njerëz. Edhe këtu, pa dyshim që na ka ra shumë. Do të thonë Plementina, Graçanica, prej këtu është 15 kilometra prej Prishtinës, mos gabofsha. Edhe ka një gjendje jashtëzakonisht shumë thellë, edhe shumë të cilën ka nevojë me u përmirësu, sidomos me grupet e vogla edhe me gjeneratat e reja të cilët po vinë. Edhe këtu ka shumë për me u bë. Na ka ra me po shumë vështirë me e bin dikon kur e ka nda mendjen që nuk duhet me shku në shkollë. Ka pas edhe storje shumë të mira që është edhe po punohet punë, edhe ka qendra që janë në baza ditore të marrë, po është shumë e vështirë fillimisht me e bin dikon për arsye se kanë shumë komente, kanë shumë, domethënë po nësë po kemi buk me ungi shumë rahat. Mësusja mu po multe të dritarja se po më thot po më vjen era. Edhe pe hap dritarën, edhe tash kish shumë qësi komente kur ti fillimisht njerëzisht duhesh pak mu pregadit psiqikisht qysh mi u referu. Edhe qysh me marrat guximin që ti si një sociolog ose si një punëtor social e ki këtë mundësin me diskutu me to, po edhe qëfar pjesë, në qëfar mënyre, tipi qka i kështë thonë vetës në këtë mënyre. Edhe kjo mas e të bënd ty me reflektu. Ki në Gjakovë, për shumë Ali Ibra, janë disa qytete, ka disa zonat të cilët me të vërtet, kur shkojmë atje, atëre e shojmë gjithë këtë debatin e përbashkët që edhe une, edhe se njëri pe e bojmë, edhe sa kjo po na bëhet në balans me praktikat që i kemi. Këtu ka shumë për mu bo me bashkë me institucionet edhe me gjithë ata që cilët janë të thirun. Neve nuk duhemi më mash, na në shoqërinë kosovare në përgjithësi ka shumë improvizime, edhe te na ka shumë improvizime, në përgjithësi edhe këto improvizimet nuk do duhen me qenë pjesë e asaj ku na e gjojmë pak rehatin, po në anën tjetër këto bumeranget kur po na shfaqen edhe po na përplasës fytyrës mastej. Ka shumë raste të tilla të cilat e përmendet që në zonë se të vizitojmë shumë shkollë për shkak se mësuesja ndoshta i ul të dera ose të dritaret se po i vjen era. Janë të zakonshme apo janë nga e kaluara, janë prezente ta? Ka pas plot që po thotë mësuesja asnjëherë nuk ma ka prek kokën mu, domethënë kredve ka shku. Aty domethënë vetëm prej zakovat eksperiencën. Shumë ka eksperienca të tilla që unë për shembull shpeshherë nina shumë shpirtnisht i pagatshëm me u A është të njëherë me komunikuar dhe me këtë staf të shkollave? Po, për zakonisht për shumë kanë edhe në një gazet kur ka pas kritika për përveç pse e kanë bën një klasë të komuniteteve, më duke në Gjakovë, ishte e kanë tentu me centralizu. Po, tentojmë me diskutu, me gjetë mënyra, edhe mi ofru edhe ndihmë në komunitetin në këtë raste, po thomë, këto janë shumë më rutine për neve. Rasti i Bilginit, djaloshit, është bo mediale, ndoshta, po edhe në tregim thot që çdo herë jam ballafaqur me çdo sene, që gjatë çdo ndeshje mi kanë thonë këto, kanë filluar me këto terme pejorative. Do thonë, edhe ai më e ka bën normale se ku ka me dalë me një fushë kanë me fy, po vet fakti i videos e ndroi pak këtë çështje. Na domethënë hasim çto raste, po me shpresa që gjeneratët e ardhshme kanë me pas më të zbuta edhe ato tjera, mas aty nuk kanë me pas.